Po ti për kë punon? Kape pak çmimin e naftës në Shqipëri. Rritja është me 15 lekë për litër, ndërkohë mbas luftës në Iran, nafta në Maltëzi u rrit vetëm me 4.5 lekë për litër, në Maqedoni me 3 lekë për litër dhe në BE rritja është mesatarisht 7 lekë për litër. Pra, dhe një fëmijë dallon që në Shqipëri po abuzohet. Po abuzohet sot kur ka një situatë lufte në zonat naftënxjerrëse, por është abuzuar çdo ditë të vitit kur nafta nuk ka reflektuar rënien e euros apo dollarit dhe çmimi ka mbetur statik. Po pse jemi në këtë situatë? Janë dy arsyet. E para është mbi taksimi i naftës. Shteti shqiptar ka taksimin më agresiv në botë ndaj naftës, duke mbledhur 130 lekë për litër. Mesatarisht në vit, qeveria shqiptare arkëton rreth 1 miliard euro vetëm nga nafta, lekë me të cilat financohen inceneratorët që nuk ekzistojnë, tenderat abuziv si ai llogaras me 50 milion euro plus, apo i rrugës Qukës Qafploç që duket sikur është ndërtuar me plastelin, e dhjetra e qindra afera korruptive të kësaj qeverie. Pra, shumicën e korrupsionit e Edi Ramës e paguajmë nga abuzimi me naftën. Arsyeja e dytë është situata gati monopol në tregun e naftës, ku Kastrati kontrollon shumicën e tregut, e përjedhoi e mban çmimin e pandryshuar kur ka rënje dhe rrit menjëherë kur ka rritje në bursë, duke shkundur mirë xhepat tanë. A thua se nuk i mjaftojnë miliardat që bën me rrugën Durrës-Kukës, të cilës as krip nuk i hedh në dimër, apo portin e Durrësit, për të cilin përmbyti një qytet të gjithë. Në fakt, ka dhe një arsye të tretë pse ne paguajmë shumë më shumë se të tjerët dhe është arsyeja kryesore. Sepse jemi popull që nuk mësuam dot kur të reagojmë. Dhe nuk po flas për protesta partie, kur të ik Lala e të vi Bala, por për reagim qytetar e popullor, tutje partive ndaj vjedhjes dhe padrejtësisë. Sa kohë do të kemi frikë të flasim dhe të reagojmë, apo do shkojmë me idenë se pavarësisht rritjes së çmimit, ti prap 10.000 lekë do i hedhësh, xhepat tanë do varfërohen dhe ata që zgjedhim që të na shërbejmë vetëm do pasurohen. Mjaft punove për të tjerët o fatkeq, do thoshte Çajupi nëse do ishte ende gjallë sot. Shpërndaje video.